Suratul An'am, Mekkia. Sura El An'am është Mekkia, ka zbritur natën dhe për një herësh, përfshin 165 ajete. Vetëm 3 ose 6 ajete të kësaj sureje kanë zbritur në Medinën e ndritur. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshirmadh, fort përdëllimtar, po filloj përkthimin e kësaj sureje. Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Lavdërimi është vetëm për Zotin që krijoi qiejt e tokën dhe që bëri errësirat e dritën, dhe mohuesit e së vërtetës i vën shok krijuesit të tyre dhe dalin jashtë udhës së drejtë. Shpjegime. Lavdërimi është vetëm për Zotin. Fraza ka ardhur në mënyrë lajmërimi, por meqense është prur për të mësuar njerëzit se si të falënderojnë Zotin për mirësitë që u ka dhënë e që u jep ore çast, është urdhër i Zotit. Thoni, qofti lavdëruar vetëm Zoti, që krijoi qiejt e tokën dhe që bëri errësirat e dritën. Kuptimi, qoftë lavdëruar Zoti sepse vetëm ai meriton lavdërim. Ai na ka nxjerrë në dritë dhe na ka falur mirësi të panumërta. Ai na ka dhënë dritën e diturisë, e të besimit dhe na e ka larguar muzgun e mohimit e të padijes. Zoti, për të theksuar se mohimi qafirëve është një punë larg mendjes dhe shumë e çuditshme, ka prur fjalën thumme, pastaj e cila shpreh habi. Pra, është për të çuditur me punën e qafirëve të cilët megjithse e dinë se krijuesi i qiejve e i tokës është Zoti, ata kthehen e adhurojnë ndonjërin prej krijesave të tij, hënën, diellin, yjet, gurët, drurët e të tjerë, dhe atë e barazojnë me Zotin. Zoti tregoi arsyeën e ekzistencës së vet duke treguar krijimin e qiejve e të tokës, për të treguar edhe krijimin e njeriut që është edhe një arsye tjetër për të kuptuar krijuesin, urdhëron e thotë: Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamma 'indahu thumma antum tamtarun. Ai ju krijoi juve prej balte, pastaj caktoi një kohë vdekjeje për ju, ta ai ka edhe një kohë të ditur për kiametin, edhe pse e vërteta është kështu, ju përsëri dyshonin ekzistencën e krijuesit e në ditën e kiametit. Shpjegime. Mufesirët thonë në këtë ajet tregohet se njerëzit janë krijuar prej balte, sepse babai i njerëzve Ademi është krijuar prej balte dhe të gjithë njerëzit janë krijuar nëpërmjet tij po prej balte, ose fara e njeriut sperma, meni, formohet nga hajet e nga pijet që e kanë rrënjën po prej balte. Prandaj është thënë se njerëzit që të gjithë janë krijuar prej balte, dalja e njerëzve në dritë me fytyra të ndryshme prej një rrënje tregon fare hapur se ka një krijues i cili vepron si dëshiroj vet. Bejzaviu thotë është fare e qartë që njerëzit i ka krijuar Zoti dhe që ai është i fuqishëm t'i mbajë gjallë ata deri në minutën e fundit, për teksuar se qafirët duke mohuar Zotin në ditën e kiametit bëjnë një punë shumë të çuditshme, përsëri fjalën e ka prur me thumme, do me thënë dyshimi juaj o qafir edhe pas kaq argumentesh fare të qarta, do e mos që është një punë e çuditshme. Zoti tregoi arsyet që tregojnë ekzistencën e një Zoti fuqiplot, për të treguar edhe se ai di çdo gjë, urdhëron e thotë: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ai është Zoti i adhuruar me të drejtë në qiej e në tokë, ai di të fshehtat tuaja dhe të dukshmet tuaja, ai di edhe ç'fitoni ju. Kuptimi. Zoti i di punët e zemrave tuaja dhe punët e gjymtyrëve tuaja. Ai di edhe ç'meritojnë ata dy lloje punësh që ju bëni dhe sipas punëve, ai ju jep shpërblimin ose ndëshkimin. Ky ajet tregon se çdo njeri është fitues i punës së vet. Zoti për treguar edhe se si qafirët e Mekës i kthenin shpinën të vërtetës, urdhëron e thotë: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Nuk ka ajet prej ajeteve të Zotit që ata banorët e Mekës të mos i kthejnë shpinën, pra ata e përgënjështrojnë të vërtetën me njëherë sa po u vjen, por së shpejti do të shkojë atyre lajmi asaj pune me të cilën ata tallen. Shpjegime. Fahri Razi u thotë se në këto dy ajete Zoti ka përshkruar sjelljet e qafirëve të Mekës në 3 shkallë. 1. I kthenin shpinën çdo ajeti që atyre u vinte prej Zotit dhe që ua komunikonte pejgamberi. 2. Nuk mjaftoheshin me kthimin e shpinës, por e përgënjështronin hapur të vërtetën. 3. S'mjaftoheshin vetëm me përgënjështrimin që bënin, por guxonin edhe të talleshin me të vërtetën. Bil haqqi. Këtu është për Kuranin ose për pejgamberin ose për mrekullitë e dorës së tij.
Zoti pasi ndaloi qafirët nga 3 punët e mësipërme duke I friksuar ata me ardhin e ndëshkimit për së shpejti, por të treguar atyre dhe ndodhit e popujve të kaluar që ata të nxjerrin mësime nga ato, urdhëron e thot: "Elem yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum wa arsalna as-samaa 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." A nuk e pan ata se sa nga popujt kemi zhdukur, ne më parë të cilët I kishim vendosur në përvende ku nuk u kemi vendosur juve. Ne u lëshonim atyre shira njëri pas tjetrit, si pas nevojës, u kishim krijuar edhe lumenj, që rritnin poshtë shtëpive dhe kopshteve të tyre, por për shkak të kryengritjes që bën, I zhdukëm ata me fajet e veta dhe mbas tyre krijuam një komb tjetër. Shpjegime. Në tefsirin Hazin thuhet se fjala qarn do të thotë njerëzit e një shekulli ose ummeti I një pejgamberi ose populli një kohe. Për sasinë e kohës së qarnit janë dhënë mendime të ndryshme. Disa kanë thënë se ajo është 120 vjet ose 80 vjet, të tjerë kanë thënë se është 70 vjet, por më e vërteta është se koha I quajtur qarn është 100 vjet. Shkurt, qëllimi me këtë ajet është për të thirrur popullin e Mekës që të zgjohet, duke I treguar atij se popujt e kaluar janë zhdukur për shkak të mosbesimit të tyre. Ata kanë qenë më të fuqishëm se populli I Mekës, qoftë nga ana trupore, qoftë nga ana financiare, por asnjëra nga këto fuqi nuk u ka bërë atyre dobi, por janë rënuar. Pra zgjohu o populli I Mekës, mos ngul këmbë në kufër, sepse në qoftë se këmbë ngul, do të zhdukesh më lehtë se ata.